Sot do të përgatisim recetën e famshme të cinnamon rolls. Marrim një paketë maja dhe i hedhim gjysmën e paketës. Marrim mjaltë për të aktivizuar majan. Nëse s'keni mjaltë, përdorni sheqer. Marrim një gotë të madhe qumësh dhe një gotë ujë. I lëm ato për 5 minuta derisa majaja të aktivizohet. Pasi e shohim që është aktivizuar, marrim një paketë vanilje, ja shtojmë aty brenda. Marrim një kokër vezë dhe i tundim mirë. Marrim sheqerin dhe i hedhim 3 lugë sheqer. Më pas do të shtojmë mielin. Nuk do i hedhim shumë miell derisa masa të bëhet e ngurtë, por masa duhet të jetë e lëngshme dhe do e përzim me lugë derisa të bëhet e një trajshme, siç po e shikoni edhe në video. Do i shtojmë përsëri miell dhe do e përzim derisa masa të na bëhet e një trajshme, duke formuar një formë rumbullake, as të ngurtë dhe as të butë. Do t'i shtojmë dhe pak sodë buke, sepse kjo do na e bëj brumin edhe më të butë dhe në pjekje do pjeqet më mirë. Ja, pra shikojmë që brumi na është fyer shumë mirë, e ulim brumin me dorë dhe e punojmë përsëri derisa të na formohet si një top. Derisa brumi të pushojë, ne do merrim me mbushjen që do e lyejmë pjesën e petës së brumit. Marrim 4 lugë me gjalp në temperaturë dhome, i hedhim 3 lugë me kanellë. Unë i kam vendosur dhe disa erëza opsionale, të cilat ishin kardemuma dhe karafil. Kjo do t'i japi dhe më shumë shije. E përzijim mirë dhe më pas hapim brumin derisa të na bëhet si kjo peta që shihni në video. Unë e lyej me dorë ose me lugë si të dëshironi ju. E lyejm pak tavën me gjalp dhe e presim me thikë tek 3 cm të gjëra. I hapim kështu dhe duhet i lëm hapësirë mes njëra tjetrës sepse ato do na fryjë. Ndërkohë që cinnamonat janë në furrë, ne do përgatisim kremin që do e lym sipër. Marrim krem djathi, rreth një paketë 300 gramshe, i hedhim sheqer pluhur dhe e përzim me lugë ose me pirun derisa të bëhet si kjo masa këtu. Unë i kam hedhur dhe pak lëkurë limoni për shije dhe pak lëng limoni, por si të dëshironi. Siç e shihni edhe në video, ato janë pjekur aq mirë dhe brenda janë të buta, jashtë janë krokante. I vendosim pjesën e kremit të bardhë sipër. Mund të mjaftoni vetëm me kremin e bardhë sipër, por nëse do ta bëni një shije më ekstra, mund t'i vendosni Nutella ose krem pistakjo dhe si kjo biskofi që kam unë. I kam hedhur disa arra dhe kanë dalë me të vërtet fantastike. Ju bëf të mirë nëse e provoni.